Ernest Muçi nuk ja doli të shtunën që të linte shenjën e tij në duelin e Trabzonsporit ndaj Galatasarayit, pasi trajneri Fatih Teke vendosi të linte lojtarin në tribunë. Muçi kishte pësuar dëmtim me kombëtaren dhe ndonse ishte kthyer në stërvitje me klubin e tij, kishte shfaqur probleme të tjera. 2 ditë më parë, Muçi vuajti nga një spazëm e rënë në kurriz. Nuk është në fushë sot dhe nuk është e qartë nëse do të mund të luajë javën tjetër, tha trajneri para fillimit të ndeshjes. Trabzonspori fitoi 2-1 dhe pas duelit, tekniku u ndal përsëri te situata e Muçit, duke vënë në dyshim kthimin e tij të shpejtë. Kjo ndeshje në veçanti ishte me të vërtetë e vështirë. Batagov do të jetë e vështirë që të kthehet në javën e ardhshme. Muçi do të jetë shumë e vështirë. Oulaj do të jetë e vështirë, tha ai duke ju referuar mungesave që kishte pasur ekipi i tij dhe që duket se do të vazhdojnë edhe në vijim në një moment kyç të sezonit, kur Trabzonspori e sheh veten përsëri si protagonist në luftën për titull. Ernest Muçi u kthye në fenomen te Trabzonspori për kontributin e jashtëzakonshëm që nga fundi muajit nëntor. Plot 10 gola shënoi mesfushori me tipare sulmuese, ndërsa Trabzonspori mbetet në garë për titullin kampion. Dhe pse ishte lojtari më në formë, trajneri Silvinho i dha vetëm disa minuta në fundin e ndeshjes me Polonis. Peng mbetet nëse Muçi do t'i besohi më tepër, ndërsa tashmë është vonë. Në Turqi kanë publikuar një video me të gjithë golat e Muçit në kampionat. Çfarë bie në sy është se lojtari i Shqipërisë nuk di të shënojë gola normal. Deri tani në Turqi janë luajtur 27 javë, teksa Muçi ka 23 paraqitje me Trabzonspori. Gjatë kësaj kohe, janë 10 gola të shënuar dhe 4 të tjerë të asistuar, me Muçin si titullar në 19 ndeshje. Ernest Muçi pritej si titullar në fushë për Trabzonsporin ndaj Galatasarayit, me informacionet e raportuara nga Turqia deri dje. Sot, çdo gjë është vendosur në dyshim, pasi Muçi nuk është stërvitur me ekipin. Nëse dje ishte pjesë e skuadrës në stërvitje, Muçi sot qëndroi i veçuar në palestrën e klubit. Për të tregohet se ka ndier dhimbje. Ndeshja do të luhet nesër, më 4 prill, prej orës 19. Stafi do të pres deri në fund për vendimin e tij. Kujtojmë se Muçi u largua nga kombëtarja pikërisht për shkak dëmtimi. Tek Trabzonspori është treguar i gatshëm që të rrezikojë për sfidën më të rëndësishme. Sulmuesi Ernest Muçi u largua nga kombëtarja të dielen që lan pas, ndërsa nuk ishte i disponueshëm për miqësore në Ukrainë, Shqipëri. Federata Shqiptare e Futbollit doli me komunikat zyrtare se 25 vjeçari, pas rezonancës magnetike, u evidentua një edem në nivelin e muskulit. Menjëherë pas këtyre rezultateve, ish sulmuesi i Tiranës u nis drejt Turqisë te klubi Trabzonspor, me qëllim kontroll më të imtësisht dhe fazën e riaftësimit. Në prag të ndeshjes Trabzonspor Galatasaray, e vlefshme për javën e 28 në Superligën e Turqisë, vetë Muçi ka folur për herë të parë në lidhje me dëmtimin, madje duke befasuar jo pak. Do të luaj në derbi me çdo kusht. Është ndeshja më e rëndësishme e sezonit. Dua të ndihmoj skuadrën dhe t'u japim tifozëve një fitore të madhe. Kjo deklarat nga shqiptari bën me krah tifozët e skuadrës nga Trabzoni. Diferenca mes ekipeve në fjalë është 4 pikë dhe një fitore e mundshme nga skuadra e Fatih Teke do hapte llogaritë e titullit. Për sa i takon Ernest Muçit e Shqipëria, edhe pse ai u thirr me bujë, luajti vetëm 8 minuta kundër Polonis, ndërsa nuk mundi të ndryshonte rrjedhën e ndeshjes, e pasuar me eliminimin nga play-offi i Kupës së Botës. Ernest Muçi është në dispozicion të Trabzonsporit, ndërsa në Prag është ndeshja me Galatasarayin. Sot në Turqi kanë zbuluar prapaskenat ku Muçi tregohet i gatshëm gjithë rrezikojë. Do të luaj sido që të ndodh. Është ndeshja më e rëndësishme e sezonit. Do t'i mbështes shokët e mi të ekipit në fushë. Është shprehur Muçi ndaj stafit teknik dhe doktorëve. Kujtojmë se FSH njoftoi largimin e Muçit për shkak dëmtimi nga kombëtarja, ndërsa po përgatitej sfida me Ukrainën. Te Trabzonspori nuk dëshiron që të humbas takimin kundër kryesuesve të Superligës turke. Muçi deri tani është duke kaluar një sezon rekord në Trabzon. Në 29 ndeshje janë 13 gola të shënuar dhe 8 të tjerë të asistuar nga ana e tij. Trajneri kombëtar Silvinho është faqur para mediave në fund të ndeshjes miqësore që Shqipëria humbi 1-0 përballë Ukrainës. Duhet jemi sinqert, ishte e vështirë që të reagonim pas humbjes ndaj Polonisë. Imagjinoni që kishim mundësinë vetme në jetë, si shtet e federat që të shkonim në botror. Ishte hera e parë për ne. Pritshmëria ishte shumë e lartë. Po luanim 100% dhe më shumë ndaj Polonisë. Kishim edhe një pjesë të ndeshjes në dorën tonë. Në fund të ndeshjes ishte e vështirë ta pranonim. Ishte e vështirë të punonim në ekip dhe mundësia të reagonim, të vinim e luanim këtu ndaj një ekipi të mirë si Ukraina, me lojtarë të mirë. Ky është një ekip i pabesueshëm. E kam parë ndeshjen ndaj Suedisë, mund ta shija sa shumë lojtarë të mirë kishit bërë. Pastaj kur flet për futbollin, e pson 3 gola. Je jashtë.
Por duke menduar për ekipin ton ishte shumë e vështirë. Ne kemi shpenzuar shumë energji që të vinim këtu, dhe u munduam të bënim mirë në mendjen tonë. Nuk rikuperuam mirë të them të drejtën, nëse flitet për aspektin mendor. Thash që do jemi kënaqur nëse fitoj? Nëse fiton ndeshjen je, nëse jo, padyshim jo. Edhe paraqitja ishte vështirë, që të rikuperonim lojtarët nga ana mendore. E provuam të gjithë, edhe federata. Për ne është shumë e vështirë, është një kundërshtar i vështirë, por kur je këtu, në play-off, mund ta imagjinosh që mund të shkosh para. Nuk ja dolëm. Polonia ishte rezultati vështirë, e përsërit se si përfundoi ndeshja. Ishte e vështirë të menaxhonim edhe 28-30 minutat e fundit. Nuk kam çfarë të them. Jam i mërzitur. Urime Ukrainës. Shihemi herën tjetër. Miqësoria me Ukrainën? Kur më pyesni, po mendoj se ju e dini përgjigjen time. Po bëj shaka. E kuptoj pyetjen tuaj shumë qartë. Besoj se e dini përgjigjen time. Është e vështirë për të dyja skuadrat, po flas për një ndeshje me Ukrainën. 5 ditë më parë po luanit në nivele të larta, për qëndrimi dhe taktikisht, dhe të gjithë lojtarët po prisnin për atë ndeshje që ishte 5 ditë më parë. Është e vështirë për të dyja skuadrat. Sigurisht që Ukraina luajti shumë më mirë se ne sot, kanë kualitet të mrekullueshëm. Keni lojtarë që luajnë te PSG, Benfica, Guignon, Bournemouth, Everton, shumë lojtarë të mirë. Ishte e vështirë për ne. Le të shkojmë te pika që po më pyet. Ishte shumë e vështirë. Që Shqipëria të shkonte në play-off, nënkuptonte shumë për të gjithë. Mund të ishte më mirë, por ne kishim eksperiencën që luajtëm 2 ndeshje, dhe pse i humbëm të dyja, u shpreh trajneri Silvinho.